Në Shqipërinë tonë ku ende patriarkalizmi shitet si traditë dhe burrat kanë autoritetin absolut në familje, shumë histori të tmerrshme me protagoniste gra dhe vajza mbetën të fshehura brenda mureve të shtëpisë dhe këto të fundit paguajnë çmimin. Unë quhem Estra, 22 vjeç, vi nga qyteti i Elbasanit. Si në rastin e kësaj vajze të re, e cila ka vendosur të ndajë me ne historinë e saj të abuzimit, shkaktuar nga një prej personave më të afërm. Jeta ime nuk ka qenë shumë e thjeshtë, që fëmijët mami është largu për Greqi. Kam netur një periudhë kohë vetëm me babin dhe me motrat, pasi babi ishte i smur dhe nuk kishte mundësi të punonte. Deri kur në vitin 2019 ai ndërron jetë. Babi pa pritur në 25 qershor të vitit 2019 vitish me një lokal, kishte hemorragji stomaku. Mami erdhi nga Greqia ditën tjetër, unë nis direkt. Vetëm pak javë pas kësaj tragjedie, Ester, atëherë 16 vjeçare, udhëton drejt Greqisë bashkë me motrën më të vogël. Mami punonte atje me një burr tek shtëpia e tij sepse ishte paralizuar. Pa mundësi për të ne të dy aty, unë shkova tek shtëpia e Dajës në Afin. Daja i vajzës, sot 51 vjeç, quhet Artemis Ulloria dhe aktualisht jeton në Liç të Elbasanit, 5 kilometra nga qyteti. Ndeta me Dajën gati 4-5 vjet. Me kë jetonte Daja atje? Daja ka qenë martuar më parë, por unë da. Jetonte vetëm në shtëpi, por kishte edhe fëmijë që e vizitonin. Atje rria dhe unë. Daja më rrinte shumë afër, më mbështeste për çdo gjë, edhe nga ana financiare. Deri këtu asgjë jashtëzakonshme. Ester jeton në shtëpinë e Dajës në përkujdesjen e tij të vazhdueshme deri kur në vitin 2022 të dy bashk kthehen për në Shqipëri. Ne erdhëm me Dajën për këtë, do donte të kujdeseshe për nënën. Ishte kjo arsyeja që u kthye nga Greqia, sepse nëna i vun nga shumë sëmundje për këshirë sklerozën. Në fillim edhe në Shqipëri gjërat duken në rregull, deri kur raportet të ndryshojnë sepse vajza shfaq hapur orientimin e saj seksual pasi njihet me Simonën. Në tetor 2022, unë njofta një shoqen time, filluam të rrishim dhe atë kuptova që kisha orientim tjetër seksual. Këtu raporti kaq i mirë mes të dyve pëson një krisje të rëndë. Nga i personi arsyeshëm që ishte, Daja bëhet shumë kërkues ndaj mbesës. Thoshe pse nuk vjen ma dhe nana, pse nuk vjen trish me mu, pse rrin Elbasan të motra. Këm ngulti që unë treja atje me atë, nuk doja, thoja kam jetën time. Pas këtij distancimi, Ester bën një hap të rëndësishëm në jetën e saj. Fillova të bashkëtoja me vajzën fjalë që njohta, ne krijuam një raport sentimental, intim, emocional. Njoja me Simonën ishte një ndryshim i rëndësishëm në jetën e vajzës që u pranua edhe nga nëna e saj. Mami ka pas të vështirë, pastaj më tha, ti je fëmia im, çfarë do ndodhi, unë do më kesh në krah. Por asnjëherë nga Daja, i cili madje do të reagonte dhunshëm. Natë kishte pirë, ishte bërë tap, erdhi te dera, shtëpisë e dinte ku jetoshim. Donte t'i gjuante vajzës, që unë kisha krijuar një raport. I dola përpara, më kapi për fytyrë, shtylla motrën e vogël, edhe iku doli nga dera. Familjarët e vajzës doshin që ta denonconin, po kom ngula unë dhe mami im se kishim frikën e nanës. Duke parë ambientin mbytës që po krijoi nga personi të cilin vajza e kishte patur si pikë mbështetje, dy partnerët vendosin të lënë Shqipërinë për t'u sistemuar përkohësisht në Gjermani tek familjarët e vajzës tjetër. Ta bëshëm këtë periudhë me shkëputje, i ke ardhi. 28 prill vitit 2025, jemi kthy nga Gjermania. Shkoja te nëna, për shembull një herë në javë, një herë në 2 javë, takoja, shikoja. Sa kohë që shkoja nuk kisha as komunikim me Dajën. Shkova ta takoja nënën prapë në 16 korrik vitit 2025. Ishte si çdo ditë të tjera, hyra brenda shtëpi, mora mamin me kamerë, liste. Daja po e lante, se nëna nuk lëviz nga krevati fare. Mbylla telefonin dhe shkova për të bërë në dush banjo. Pasi mbyll telefonaten, Ester hyn për të bërë një dush, pa menduar se ai moment do të shënonte një pikë të rëndësishme kthese në raportin e saj me njeriu që e kishte patur si mbështetjen më të madhe. Dera banjës së shpatçelës. Po unë ndjesha sigurt se ishte te shtëpia e gjyshes time. 2 minuta pas kisha hyrë në banjo për t'u larë. Pas Dajën erdhi lakurish. Erdhi më kapi nga kyçet e dorës, shtriu poshtë, do shkita, mbylli gojën dhe doja t'i gjuaj, s'kisha fuqi. Aty përdhunoj, krijo marrëdhënie me mu. Abuzoj. Mos i mbaroj aktin, ngriti, më tërhiqte nga kyçet e dorëve për të më çuar dhoma gjumit. Një rastësi fatlume e deshi që në atë moment gjyshja e sëmurë të thërriste djalin e saj dhe shpërqendrimi i tij e ndihmoi vajzën t'i shpëtonte nga duart. Pas shqipalë rrobe që ishin sipër të krevati i vesha, edhe u hodha nga balkoni. Në atë moment mora bashkëtuesën time në telefon. I tregova për ngjarjen, ai më tha, "Okej, ik, largo." I thash, "Po iki të hotelit." Arrita. Aty brenda ishte një grup, tha, "Çka ke, kush po të ndjen nga mrapa?" Tha, edhe më futi te një nga dhomat e hotelit. Kush është ai ti? Kush mori? Kush ke pri? Kush po të ndodhi këtu? Nuk ikën vëllai. Kush këtu? Kush është? Kush është djetë? Është në ndonjë.
Vajza dukshëm e terrorizuar kërkon të fshihet dhe punojësja e hotelit e strehon në dhomën e parë që gjen të hapur. Në atë moment më merr mamin telefon, tha është e vërtet ajo që më tregoi Simona, i thash po. Edhe mbylla se kisha frikë të mos ngjohesha dhe ai më gjinte ku isha. Sapo punojësja dhe vajza kanë hyrë në dhomë, në kamera shfaqet Daja i cili nis të kërkojë nëpër korridor pa vënë re se ku ishte sistemuar mbesa. Erdhi kushëri Simonës për të marrë, por gjatë asaj kohe telefonoja edhe policin, po më dilte e bllokuar, nuk binte zila fare. Kërkimi 51 vjeçarit në ambientet e hotelit zgjat për rreth 5 minuta. Ai shëtiti pa shqetësuar në të gjitha katet dhe më pas largohet pa arritur ta gjejë mbesën e tij. Diku pas 15 minutash, 20 minutash, vjen kushëri Simonës te hoteli, turra me vrap, dola hyra te makina atit. Ikëm durrës, kem nejt nga data 16 që ndodhi ngjarja deri në datën 26. Pastaj u kthym për Elbasan, që në datë 4 do niseshim për Gjermani bashkë me Simonën. Gjatë kësaj periudhe Ester vendos të mos e denoncoj rastin dhe kjo e kishte një shkak. Kisha frikë nga ai, kur dy mami ose motrat ose mundëm që Elbasan do na bëj diçka të keqe. Por pesha e tmerrit që ka përjetuar në ato momente nga njëri prej njerëzve më të dashur ka qenë më e madhe se sa frika. Ndaj për këtë kërkoi një përgjigje nga Daja i saj. Një pse që e ka munduar në gjithë këto muaj. Në ndryshama dhe fa. Atë që mbane, atë ditë, bret në thënë dhe gjithë shumë. Shumë? Mjaftojnë vetëm pak sekonda që edhe më skeptiku ndër ne të bindet që abuzimi ka ndodhur. Dhe se vajza na kishte thënë gjatë gjithë kohës të vërtetën. Kim qënë? Taka. Nga të mija, pari. Nuk e punë të sa më thonë. Hërë shumë. Po kam gjatë nga personali. Që kim qënë mes? Kam gjatë e mija. Në një moment kur vajza i kërkon shpjegime për atë që ka ndodhur atë ditë, shqetësimi më i madh i Artemisit është se çfarë ka ajo në çantë. Kuptohet nga frika se mos po regjistrohet. Nuk po të flas, jam të flas që më ta lësh çantën. Hajde më thënë. Jesërs. Kishte të sopë një mishitim. Dhe të kam apo, të sopë një mishitim. Mi hapot më shkullë, shtu da më dha një shpirt. Pa thash me këto duar që prek. Se se keti drejt nuk prekësh. Jo shpirt, ja nuk prek për atë. Se bani herë nuk e për ta bash ma. Nuk të prek atë. Mos prek prek. Në falë. E bani herë mos e baj masa, shto po kam frikë vite në alla ime. Shtu të prek për të shpirë. E kupton që ke bani frikë të këtu? Ka gjaj, kupton? Duket qartë që vajza ende ndjen në lëkur frikën atyre momenteve, saqë edhe një kontakt sado i vogël, qoftë edhe vënja e dorës përmbi sup, i shkakton ankth dhe terror. Ishe babë të një? Ishe babë. Po baba dytë do më malë të kishe ti të dita? Jo. Jo? Sa të shkreti për unë, ka që të Ti e zimarime dhe e zimarime. Fuj si kur i më falë, për atë që më banë dhe ditë më banë. Krasën heti atë, Në të se shtire në mështë. Po më falë, ti më të falë. Se? I dhe e hapë një hapë. E kam dhe në hapë në sa që ndodhe? Tu të dhe e hapë. E kam hapë në sa që ndodhe. E të të hapë, pa ti shprejte. Pa të që jetove në dite, jetove të jetë, për që gjatë e falë, ku i më falë. Ha dite, që të tjetër. Mbesë dhe Daj ndahen me kërkesën e këtij të fundit për të folur një ditë tjetër. Por më përpara duhet të flasim ne me të. Si kalon? Si shkoi biseda, zoti Artemis? Jo, nuk dal nga makina. Si është një prind i dytë për ju, zotërin? Si është një prind i dytë për ju? Se po ikën? Minimumi, mbesës tuaj duhet i kërkoni të falur. Dhe jo të sidhësh në këtë lloj mënyre. As ju vjen pak turp? A e kuptoni se çfarë dëmi i keni bërë, çfarë i keni shkaktuar mbesës tuaj? Dhe si kërkon mbesës tënde të falë minimumi, por ti është hesht. Mos shumë shpisë. Hesht. Edhe pse kishte në plan të dilte, Artemisi rikthehet në banesë duke kërkuar të na shmang. Zotri, nuk është sjellje e dur kjo. Nëse s'keni bërë asgjë, minimumi del dhe shpjegon. Ishe nisur për të dalë. Përpara se të mendoje do rregulloje plakën apo jo? Zotri? Sa po i thatë mbesës tuaj që jam një prind i dytë për ju, si është një prind i dytë, abuzor seksualisht dhe ta ngacmosh? Ke uzë të largosh tutëm nga dreja se kam plakën shumë, shkoj plakën jashtë. Pa i dhënë një përgjigje, pa i kërkuar një falje, pa i thënë diçka mbesës tuaj, unë nuk hiqi nga këtu, jam shumë e qetë. Okej, për 2 minuta dalëm të betohem. Dilë dhe kërkoj mbesës tënde një falje, jepi një shpjegim, kush ka qenë arsyeja që e keni bërë atë xhest aq të ulët atë ditë? Zoti Artemis,
A nuk menduat as pak për dramën që i keni shkaktuar? Nuk mendove se është gjaku jot? Na këtu largohet dhe shfejimi largohet pak S'ka problem se s'ka nga ikëm, këtu do i rri. I zon ngushtë dhe pas një përgjigje për mbesën e tij, ai mbyllet në shtëpi duke pritur që ne të largohemi. Shpresoj shumë që drejtësia të vërë në vend dinjitetin e mbesës tuaj që ju munduat ta shkelit me këmbë. Mbesa jote është këtu, dile thuaj të paktën që nuk e bërë gjë. Një prind i dytë nuk e abuzon fëmijën e tij. Ai kur e bëri me mua që jam mbesa, gjaku, nuk e kuptoj si mundet një daj që është në vendin e babit, ta baj këtë gjë mbesës vet. Ai ka dhe fëmijë vet, është si ta ketë bërë gocës vet, jo mua.